Pas 2 javëve pauzë, shkaku i ndeshjeve kualifikuese për botrorin 2026, kampionati vendor në ligën e parë vazhdon të shtunën dhe të hënën me ndeshjet e Xhiros së 25 të sezonit 2024-2025. Si pari kësaj jave do të hapet me ndeshjen derbi të 2 rivalëve të vjetër, Pelisteri i Manastirit dhe Vardari i Shkupit. Vendasit, të cilët aktualisht ndajnë pozitën e 7, pasi nga 24 ndeshjet e zhvilluara kanë 7 fitore, 8 barazime dhe 9 disfata, duke grumbulluar 29 pikë kundrejt Vardarit, që pozicionohet e treta me 5 fitore, 7 barazime e 12 humbje, me gjithsej 22 pikë të grumbulluara. 5 takimet tjera në vend të ditës së diel, kur është edhe festa e Fitër Bajramit, do të zhvillohen të hënën me fillim në ora 15, ku do të takohen Shkëndia apo Brera, Struga Trimlum Shkupi, Gostivari Voska Sport, Rabotniçki Besa dhe Sileksi Tikveshi. Të shtunën më datë 29 mars, po me fillim në ora 15, zhvillohet edhe java e 22 në ligën e 2 të futbollit vendor, ku do të takohen Skopje Boreci, Kamenica Sasa Bellasica, Kozhufi Bregalnica, Novaci Ohri, Osogova Makedonia Gjorqe Petrov, Pobeda Bashkimi, Vardari Detonit Plaçkovica dhe Vardarski Arsimi.